Lufra dhe Erzeni janë kthyer në një kërcënim për sigurinë ushqimore në vend. Dy kompanitë kryesore të Bulmetit kanë zaptuar tregun, por cilësia lë shumë për të dëshiruar. Ishte deputeti i PS Serion Braça, ai që denoncoi një skandal me kompaninë Lufra. Ai ka publikuar denoncimin e një fermeri nga zona e Myzeqes, i cili është në prag të falimentit për shkak të praktikave hileqare të kompanisë së përpunimit të qumshtit Lufra. Në një mesazh drejtuar Braçës, fermeri akuzon kompaninë se po i shkatron me strategji, konkretisht pasi fillimisht uli ndjeshëm çmimin e grumbullimit të qumshtit. Sipas tij, kompania Lufra tashmë ka nxjerrë si justifikim praninë e aflatoksinës për të refuzuar produktin e tyre. Vet Lufra ka reaguar duke dashur të justifikohet se poruan shëndetin e konsumatorëve. Bashkëpunimi me fermerët vendas ka qenë dhe mbetet një vlerë themelore për ne. Çdo ditë punojmë me ta për të garantuar që qumshtit përmbush standardet ligjore dhe ato europiane të cilësisë dhe sigurisë. Çdo vendim për mospranimin e përkohshëm të qumshtit për disa nga fermerët bazohet vetëm në analiza laboratorike dhe kryhet për të mbrojtur konsumatorin. Sapo kriteret e sigurisë plotësohen, qumshti pranohet menjëherë. Qëllimi ynë është një zinxhir furnizimi i sigurt, i qëndrueshëm dhe në përputhje me ligjin në interes të fermerëve, kompanisë dhe mbi të gjitha të konsumatorëve. Por si qëndron e vërteta? Si Lufra ashtu edhe Erzeni e shumë kompani të tjera dalin më me fitim nëse mbushin shishet me vaj palme dhe qumësht pluhur sesa të marrin qumshtin e blegtorëve. Pak kohë më parë, autoriteti i konkurrencës kreu një hetim për tregun e qumshtit pasi pati një rritje të ndjeshme të çmimit. Konkurenca nuk gjeti shkelje në këtë aspekt, por u zbulua një element tjetër edhe më alarmant. Kompanitë kanë ulur çmimin e blerjes së qumshtit nga fermerët, ndërkohë që çmimi përfundimtar në tregun me pakicë është rritur ndjeshëm. Gjatë hetimit, autoriteti ka evidentuar edhe një rritje të madhe të importeve të qumshtit nga jashtë, sidomos nga kompania Erzeni SHPK. Të dhënat e Instat të konsultuara konfirmojnë se gjatë 2024-s në vend u numëruan 224.302 krerë lop, nga 342.683 në vitin 2018. Vetëm gjatë viteve 2021-2023, numri i lopëve ul me rreth 45.000. Kjo ka bërë që prodhimi i qumshtit të lopës të zbres në 745.000 litra, nga 964.000 litra që ishin 10 vite më parë. Prodhimi vendas i qumshtit në Shqipëri është në rënje të vazhdueshme, ndërsa në mënyrë paradoksale po rritet importi i qumshtit pluhur dhe vaj të palmës, të cilat përdoren në industrinë ushqimore si zëvendësues të produkteve natyrale. Të dhënat e Instat për vitin 2024 tregojnë se në territorin shqiptar janë grumbulluar rreth 95.000 ton qumësht me një rënje prej 6.6% krahasuar me vitin pararendës. Rënja më e ndjeshme është shënuar tek qumshti i deles me 9.7%, ndërsa qumshti i lopës që zë pjesën më të madhe të prodhimit ka rënë me 6.5%. Paralelisht ka rënë ndjeshëm edhe prodhimi i djathit dhe gjalpit, duke reflektuar pasoja direkte të kësaj kurrjeje. Ndërkohë, importi i qumshtit pluhur është rritur me 15% gjatë periudhës janar-prill 2025 krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mësohet se gjatë kësaj periudhe shqiptarët konsumuan 200.000 kg qumësht pluhur dhe pjesa dërmuese e kësaj sasie është importuar nga kompanitë Super Milk, Lufra, ADSH 2014, Elkasa, Alta Group e të tjerë. Një tjetër alarm është përdorimi i vajit të palmës, i cili ka zvendësuar yndyrnat shtazore në shumë produkte ushqimore. Shqipëria importon rreth 3.000 ton vaj palme në vit, kundrejt vetëm 380 tonëve në 2014. Megjithse konsiderohet i dëmshëm për shëndetin, ai përdoret masivisht në bulmet, brumra dhe ëmbëlsira. Pra, duket qartë se Lufra, Erzeni dhe shumë të tjera kanë më kollaj të shesin vaj palme e qumësht pluhur sesa qumësht të marrë nga lopët.